Unë jam Lorna Hysa, jam në moshën e Jezu Krishtit, por uroj që të mos kryqëzohem. Jetoj midis New Yorkut, Europës dhe Tiranës. Arritja ime më e madhe në karrierën time muzikore, mund të them që është ndoshta DSDS, ku unë kam përfaqësuar, le të themi, Shqipërinë, pavarësisht se në fund ditës unë përfaqësova vetveten, dhe isha finaliste në Deutschland sucht den Superstar në vitin 2020. Më pëlqejnë shumë sfidat, në përgjithësi dalë fituese. Brenda shtëpisë së Big Brother, unë e kam ideuar veten si një tip stratege mastermind. Mund të identifikohem si të vi atyre më përmbar, por unë jam një diva vërtet. Në qoftë se do ndodhte një romans brenda shtëpisë së Big Brother, jam e hapur, por është pak vështirë për të ma bërë bam. Por nëse dikush ma bën bam, pas derës së shtëpisë, po lë një jetë totalisht të ndryshme. Të gjithë jetesën time dhe karrierën time që kam në New York. Gjëja e fundit që do kërkoj në Google pak përpara se të hyj në shtëpinë e Big Brother është strategjia që ndjekin fituesit për të fituar Big Brother.